Deklarata e fortë e Shqipe Hysenajt në një intervistë ku tha se kishte dëgjuar thashë theme se këngëtarja Parashi Visimaku u merr të burra të tjerëve dhe për këtë mbeti rrugëve ka nxitur një reagim të menjëhershëm dhe të ashpër nga Elton Iliriani. Biznesmeni i cili strehoi dhe i dha ndihmë Parashi Visimakut pasi ajo u gjet në një stacion treni në New York dhjetorin e kaluar, ka dalë në mbrojtje të ikonës shqiptare. Fillimisht Eltoni shpërndau deklaratën e Shqipes në Insta Story dhe shkroi ashpër: Shqipëria aty ku dashuria dhe komplimenti ka vdekur. Ai shtoi se ky është një kryqëzim për të gjithë shpifësit, thashë the me xhin, të lagjës dhe të kafeneve. Në vijim, Elton Iliriani publikoi një seri videosh ku mohoi kategorikisht çdo akuzë të ngritur nga Shqipe Hysenaj. Mëtej ai njoftoi se kjo çështje nuk do të mbyllet me kaq dhe se do të ndiqet në rrugë ligjore. Ky reagim tregon se biznesmeni është i vendosur të mbrojë emrin dhe dinjitetin e Parashi Visimakut, duke çuar çështjen e thashë themeve në gjykat.